Gjenda. Rëpte motor ka përqyja është shumë i shpejt në boks, rëpte motor shumë problem puna këtit në motor. A kupton? S'le rëpte shpisish mu hap. Faleminderit. Supportoni atë djali sa djali mirë, djali pozitiv. Më shef tani? O rëptoll shaf. Se me Era parë që në live se unë s'pa nuk para mere me live me gjithë. Po normal marr vllazë diko hyn, nuk hyn vëllai varikarista, është vëllai zorragjish. Çka ke bënë gjë? Mirë, mja thash të përshëndes. Bravo për fitoren Urima, kupton kisha shumë besim vetvete se ti kishe për ta fituar. Jo, ka shku mirë, shkoj mirë e ndish. A keni parë këtë tek të rama ti pam tull gjumit. Qa bënë ti si e kaluar? Nish për zotin, sa vite ke që merresh me boks tani? Unë kam gati 9 vite që merrem tamam me boksin. 9 vjet, a? Po. Rëp tash i shpejt çuna, shif një story, na ke këtu këto videot, e ke këtu te TikTok? Po, gjithë aty janë, po. Po. Shif një këtu ose në Instagram, e ka emrin pa kështu e ka edhe në Instagram, ali sa i fuqishëm marr rëp. Pa, sekondë. O plak. Faqe po ta bëj pyetje, se po fjalë mirë. Më fal se po të bëj pyetje, po ma te si ai, si e ka ai shqiptari, ai Florian Marku. Ish boksier shumë i mirë, po i vim nga njëjti vend, zonë nga Lushja jam. Jo, jam dakord, jo nuk po thon për ne gjë, po si jeni kështu për shembull, se nuk i kuptoj si jeni me pesha, me gjona, ai është më i shpejtë janë ai gjona si. Florani ishi kategori më poshtë si unë. Aha, po ti shen kategori tjetër më plak, grup të motor. Shen kënaqësi me hym me ty në live. Faleminderit. Ja, djali i mirë, ta pozitiv në motor. Ja kam bërë story kët për shefër pse ishte djali i mirë se unë s'para bëj kështu story gjona, vetëm thjesht mi dhoni për kraja, a kupton se është shqiptari jon, e inshallah zot ka suksese. Jo fare, sinqerisht njerëzit nosha mund të shikojnë live ty, po ti je person pozitiv me se kemi fol bashkë edhe të vlerësoj. Jo, më se njohin to, mos më kanë takuar gjithë edhe më burr, janë çuna të mirë. Për zotin, njohin to mu gjithë. Ej, papa mi në live, është shumë i lartë, ky djali thot i shoku jam i ngushtë, thot është shumë i mirë, thot është shumë nalt për ty. Faleminderit, shumë. E kena djalë Kalderat, është shumë djalë. Shikoj edhe çunat kështu që po shkruajnë shumë fjalë të mira, i falenderoj për fjalët. O çuna, gjithë support në motor se a u bëna shumë mirë, e keni pa deshin në fund që ka po, e vunim gjumë burrin në ujë te motra. Nuk u gjumë më shkëreti. Ç'a isha ai, nga isha ai? Ai ishte nga Slovakia. Ja, pas ke marrë mend te motrat. Ke peshimet, po të provoku vetë moj, se më hjetë story, hjetë gjithçka që të shkatroj, ndërsa... Po ti ke edhe linjet e trupit bukur shumë, plak, ke shumë format bukur, edhe i shkon shumë, po edhe trupin e ke të bukur. Faleminderit shumë. Unë s'jam morë me boks, unë shumë boks rrugë, vaj lesh, që na ka qenë halli, po. Se kështu me stërviti nga pas qenë mua, kam qenë mirë, po, tani u po kohë, se kam lanë pak, se s'kam qenë të rezi. Po. Ai del tek, shahu më plak ti ato me mvun gjumë, si shive motra. Ai del tek. Për ne të dy? Ha? Thoj për ne të dy? Po, më po çfarë thu më plak. Ky është po, me dal me mua me rraf njerëz për mua. Një ushim motra të bjell. Ai do kuptoj. Jo më uzi me këta. Tash kur do vish në Shqipëri plak? Kismet kisha dëshirë nga dhjetori tani të vijam. Edhe shpresojmë inshallah takojmë edhe bashkë. Ja, kisha qefër me taku me gjithë qefër, se je djalë i mirë, dukesh djalë pozitiv. Edhe unë sinqerisht me shumë dëshirë takoj, ndoshta njerëzit mund ta them sy fire nuk po vllai jam djalë i fujtë më shok, unë bëj në kabinë jon këtu se shiton, po jam shumë negativ. Unë që të njofshi kemi fol bashkë me kamerë, tamam një person shumë pozitiv edhe respekt sinqerisht. Ja, po më vlla, po nuk njohin në bursë. Po. Nuk Po, njën e bëne me proshut vlla, me hutra, mi qaj kisha... Ha, si me ulli, më falj. Me ulli, proshut, edhe kërpulla, këse ti me bëjë si të dojë rota. Edhe ma bjeta hasër disha me rëpë shpije. Po, bëjë me vetëm proshut jetë, po qa bëdhe në burramon. Thoti se kërë është goca kriministit, kjo. Ose vitë në menjen. Trujt zote, respekte, edhe më thuj sa lek duhet. Respekt, ha. Mamër ti nuk e di ku je vllaja, po. Ha? Ore me gjithë gjitha se më të vdek për bukur, jam një hotel, në s'di që ku jam, rëp. I papa. Ke djallë, e kena qutë mirë, shpje, se për tonja, bo një fullorë këtu e quna, se hell store, gjona këshu, kupton kur kanë deshin, edhe sa ma shumë shqiptarën. Sa veta kishe ku kishe kënë deshin? 4.000 vetë, më thëja? Kanë qenë po, gati në 4.000 ka qenë salla komplet e shitur, s'kishë, do nuk ishe vend më u shit komplet salla,
Sidomos shqiptarët e kanë djeg sallën aty, e kanë bë atmosferë shumë bukur. Allah dhe o bof zoti rëp gjithë shqiptarëve, rëp të modë ka njerëz të mirë më plak. A di sa njerëz të mirë ka shumë shqiptarë se nas njerëz të drejtë i duan shumë, i supportojnë. Fajer, sinqerisht, sidomos unë jetoj në Gjermani, kam shumë vite në Gjermani, edhe shqiptarët e këtu janë të pathyeshëm. Në çdo lloj, rëp kanë hedhë shqiptarët, bravo u qoftë, rëp të modë të njihen çdo vend botë vëlla. Për çdo lloj gjoje o shoku, janë për të zgjut, për lekista, për zemër luani, për çdo lloj gjoje o plak kanë hedhë shumë përpara. Bravo u qoftë. Edhe për ne shkrenari, kupton, çdo kush edhe në sport, në çdo gjë, edhe në punë për ne shkrenari kur një shqiptar ecën përpara. Po ma Merildo në vlla Baka, si e kaj? Nuk kemi kontakt, jo, s'kemi kontakt, po Në janë kategori tjetër ato si janë, to një ma nalta ma poshtë, si di unë. jemi pesha të ndryshme, po. Po, ti je shumë i shkathur, ka pa një shpejt shumë. Faleminderit, ja, Ka peshe faleminderit. ke trupit o vlla? Unë boksoj 70 dhe 75 kg boksoj jam. Që ke pesha ime ti, 75 kg jam unë, po unë shumë për peshë, për boks jam Ishte gjumë. që bim nga kilës, normal kemi peshë më shumë 80-85, pastaj në fazën kur stërvitmi bim nga kilët që shkojmë peshën që ndeshmi. Po, Po me kismet zotit, inshallah, them do bëjmë ndeshje të fortë në Shqipëri që ta mbledhim, ta mushim një se Shqipëri do bash tjetër, na? Kismet nuk e çu kemi qef, se nuk e kemi vendosur akoma, se unë s'jam ndesh kur Shqipëri, edhe tani jemi 4-0 në boksin profesionist, unë kam boksu shumë vite në boksin amator, edhe kam kalu në boksin profesionist, tani jemi 4-0, edhe me kismet zotin Shqipëri të bëjmë Sa ndeshje. humje ke? Sa ndeshje ke, me fjalë sa humje ke boks e fitore? Jam bo gati në amator, jam bo gati 30 ndeshje, edhe po këtu atje kanë qenë 4 humbje. Kurse 4 humje, po fitore? fitore ka qenë 26. Kurse këtu në Po, amator, që nge mirë, mashallah. në profesionist tani jam 4-0. Se këtë vit kam kalu në profesionist, ose që është shumë vite që është në amator, kam boksu në amator, kam boksu internacionale, gjithandej, edhe këtë vit kalu në profesionist. Mos e të shkujtë ema se ti qeni të shkujtë rëpë të moda, keni për mirë, për kesh, a që thonë që të më bu, që arrin të shkujtë? Unë sene. era parë që po hyj live, se normal nuk vetëm kam hyrë. Jo, pa shkujnë e budallik në i gjarë, por se si ti unë, në kupton se qatë shkujnë të të fusin shërë. A kupton vlajnë, fusin ka të res. Po, du me të ditë nasha në i gjarë këto, po si kuptej që shkujnë të rëpë, se s'me vesh nga boksi. Uj, kuj, Në këto pjesa punë të boksit. Unë di po me dojnë me kozak brashin, tek e tek vdek familja ja thy këtë brinë. Unë atë unë them edhe unë ve mos them shumë lek, unë ve shumë të madhe, vetëm për ty pastaj që dalesh më. Dek familja për tek e tek o shoku na njih kështu peshës punës time që apo profesionizë kështu boksi, më të që me boks. Njerëz janë kështu me boksin e jetës, a kupton? Po ti e marr me sport, sport. Jo, mor me sport, po jam mor me grush, më jam zi shumë në jetën e lirë, a kupton, jetën për jashtë. Na për buzë, na për sen jam zi edhe domosdoshmë njeriu. Po unë pa çanojse, pse nojse në vend gjum ky. Është i shpejt. Ky është i shoku, Fabio. Mojzën e kemi bish. Qa bane vlla, je mirë. Përshëndetje Fabio, mirë, faleminderit ti. Ngjova se dëshëm me bëjnë ndeshje në Shqipëri, nuk e dija njeh Marcel Dhimën. Që organizon Kam gjumë, mos ka bëj, po duket e kam gjumë këtë se emër. e kam shok në gusht që organizon gjithë ndeshjet e boksit në Shqipëri, domethënë. Jo, Po bravo. dishim në kontakt. Nuk jam desh kur Shqipërisë, un kam 12 vite që jetoj në Gjermani. Jam rrit në Shqipëri, po kam ikë i vogël 15 vjeçar nga Shqipëria. Edhe nuk jam desh kur Shqipëri, se këtu kam vazhduar karrierën në Gjermani. Edhe po më thonë shumë që të ndeshim Shqipëri, dhe kjo është besoj për çdo shqiptar që nuk është ndesh kur Shqipëri si sportistat, kjo është ëndra më e madhe. Për Marcelin, unë e kam shumë shok në gusht, kur them shok në gusht, domethënë e morë dhe tani e bi këtu për mbase mund të jetë në gjumë, por lema një kontakt si dush, edhe të lidhi nesër në telefon unë, edhe ta organizon 1 milion % Shqipëria. Falim, nuk e di që të bëj follow. Kush është ky, çfarë është ky? M'fal, a është boksier ky apo organizon kështu ndesh? Ki ka qenë boksier vet, domethënë kampion, edhe pastaj tani ka palestrat që stërvit boksiera gjithë, është Aleksandr Kallashin që ka Marceli, ka dhe shumë tjerë. O Fabio, sa kisha pas qef me jetu me këtë djalë në anën mos, kisha mësu me stërvitjen mirë, isha bo pjesone.
Kisha pas stërvigje Ke tamam. edhe vullnet Xhamal, ke edhe vullnet i për Jo, sport. rëp të mod për stërvigje unë rri 3 orë, bëj kështu me hekra, po puna është me boksin thom, se boksi të man fiber tamam. Po që në Normal, Marceli normal. Firi, po. Sa njofin që unë ato, po nga Firi, Marceli nga Firi. Edhe të të vjen kontaktu me ta, se ai ta bani 100%, diskuto me ta, se ai i ban shumë do me thonë. Po më patjetër se kemi të çuna tamam ton që të bëjmë një organizim bukur, se unë si thash jam desh shkurrë edhe dhe ishte dëshira e madhe dhe shumë njerëz që më shkruajnë që të boksojnë në Shqipëri, bëjnë ndeshje në Shqipëri. Dhe isha edhe për është në Zoni këtë nërë të ta bëj unë pas një lloj interesi, do e morë Marcelin telefon nesër dhe do i them. Faleminderit shumë Fabia, vlerësoj. Fali vullor, kështu edhe shkruaj privat ose ta jap unë aty. Po, duket e kam mbarë këtu, kam shtyp diçka plusin këtu, është shtypa këtu ke. Po, s'm pas. Ketë marrumër Fabia të lidh direkt se rëp shtëpi ketë marrumër, po tha. Jo, faleminderit. Jo, unë kam thonë, kam timin tim gjithë, te grupin që kam trajnerin, e menaxherin, gjithçka. Edhe patjetër, ndonë nëse ndihmojmë njëri tjetrin, kjo është diçka e bëjmë shumë kënaqësi, sidomos lidh minut sa edhe ta nxjerrë unë Marcelin, nuk është po kur tham se e kam shok, e kam si vëlla, ka vite që nifem me Marcelin. Patjetër vëlla, them tam. E mirë ta bëjmë ndeshje që ka. Nuk e ke po, o Fabi, nuk e ke po ndeshjen e fundit, çat tramë tek tramën në tokë jo zhoku. Kam pas ndeshjen e fundit ditën e shtunë, kam pas kundër Slovakut. Edhe kemi pas ngacmonte shumë, e kishte gati një muaj diçka që më ofendonte, shkruante, edhe kam hedhur raundin e dytë, kam hedhur knockout, kam marrë gjumë komplet. Rrini pak tu ta shofan gjumë Marceli se jo ta bik tu live, nisë koncert. Mos e vrit me një vëlla se flasim më kështu privat, më. Çka ka Kjo si ka lidhje, ky ka njerëz tamam kjo është, ka serioz ky shoku. Ky ti ta e bën atë që thotë po e ke marrume. Bosh në deshë Shqipëri por se shpërthesh tamam, e ke parasysh vëllain. Po kam shumë njerëz që më shkruajnë, më shkruajnë plot me njerëz edhe që kam dëshirë që të bëj ndeshje në Shqipëri, po më kismet Zotit. Njërë kisha pas qep me pasjen a kupton në shoqërinë me ty për shembull se je tip që merresh me sport me gjona, unë marrë për sport të plak. Mu më ka zonë kot rrota bishin këtu se s'po bëj sport, se unë kam qef me qenë më mor me aktivizu një orë. Ama se na fiksu që po të shaki po të shana i. Qa mërzit dhe po thonë po lexojmë këtu ujku, që s'pa kuptoj. Jo, ka me mua ato. Ka me mua se me mua unë jam në luftë, a kupton? Se i po fjalë më në një? Po jam marrë po janë ta TikTok, ta ka pa lidhje, por se vine kapin mas emrit tim me moj që i këshu, a kupton në i views një sen. A ma në burë pun TikToku. A sa ma, shko fliqë unë. Se ka shku vonë. I ke fliqë unë. O Flori, rëp kisha pas qef shumë të taku, po ka masë nësë ke di. Pare se si vinë punët, a jam, s'jam, kujdi se ku jam. Po kismet, them unë të takojmë për para vitit të ri, normal, se të vinë Shqipëri. Edhe kismet të takojmë me gjithë qef. Se s'takono me lëlloj tipi këtu, është shoku, se ja kupton, që do mërë burë. Takosh me nej qënë ta mëngë shu, se janë djemë të fikse vla, se duken rëp. Se takosh me lëlloj tipi këtu, por se to ka të pa lidhje më shoku. Ma mirë rri, kështu su ku jam, njërës të mi që më përkraun i rritë zoti, se sa, po takohem me këtë famozin, po takohem me atë, duke është ti plepirë si mrapa. I ka shoku, se u pik vetës. Jo, faleminderit për vlerësimin. Ti e djali mirë rëp shpije, ti e meriton në motër, se ti qenë shumë i shpejt, që bokser tamam, a kupton me i fjallë, meriton me qenë shumë nalë. Se shqiptarët me rëp shpije, po të morë me sytë mirë, po që si e djali mirë, edhe rrit tamam me kam tokë, mos typi vetë jam qef, ta rëp të motër, në fund botës vinë mas teje. Gjemal, unë them gjithmonë, unë s'jam rrit me Luk Floriri, unë jam rrit si që rrit gjithë shqiptarët edhe nuk më rritet mendja që të më rritet mendja kur edhe jem këtë person që kam qenë gjithmonë edhe unë fal shqiptarëve të mi jam edhe ky sot. Fal më shlemi. O vllai, unë po ta them i gjon, o Flori, o Klement. Me rëp shtëpi, këto njerëz kam një vit pa hym TikTok, unë moment që kam hy, më kanë supportu 100%. Jo me thon për shembull, më supportu një 30%, më pas kanë harrua, kanë harr TikTokerë të tjerë. Gjithë valla, çka ka qenë gjithë publiku që është në TikTok, gjithë kjo unë kanë harr. Pse? Se unë a kupton e munua plaku më tregu sa më i drejt, sa më i sinqert, kam po dhe gabimit mia, a kupton se kam po një gabim normal. E pranoj. Po ama unë kam dhënë shumë 100%, a kupton asaj me fjalët e sinqeritetit tim, e i kam shpenzu gjithë lekë që kam pas, çka kam fituar në TikTok, jo kam dhënë të tjerëve me bë dënime, mua argëtu këto me qesh me bë. E pranoj nuk ma kanë humbë me rrop shtëpie. Ti flet realitetin Xhemal, unë si thash, edhe unë jam person që unë nuk ke ardhur. M'fal, ke ardhur. Erdha, dola në motor. Dola rëp.
Ja se kanë ardhur të pizza se vdisha për pizza më dek familja. Marova. Kanë ardhur ta kanë pru aty? O, më ka marova për buka, ka marrë gjithë energji do plak. Do energji TikTok, o shoku, a di çfarë tu o plak, nuk çfarë thuti me him për pusët e këto e? Është këtë farë, amigo, aty bëm kështu, o kupton, mrapa skena, çfarë quhen këto? Nuk e ke drejt për drejt. Aty ja ka të marrë burrë, ke parasysh. Hale tu në TikTok ta shohin to kush arrit audiencën. Tu është komplet problemi. Pa e mora vesim pone, po ikit me pizza, çoj më hap derën, mos më lë mrena. Po më lej jashtë. Pas ka gjetë ti s'di hotelin, më të pas kanë gjetë shumë. O s'di gjam marr plak ku jam që tu në motor hiq. Që su nesën që të drizë, po thajmë qave më shkallë. Alim t'ja mojmë që të pizza që t'i djallit. T'ja mi bakshish. Mos po të pengoj unë, mos. Jo, më Flori rriti, ose rruj karin. E çuna do bëj gjithë ato pyetje, po si nuk po. Pas ka gjë më për se ka përret por. Ku je o Flori? A ka ardhe ja? A erdhë një motor me pizza? Po qa, po ta të bythën e? Sukses, thot Kliment. Bravo. E çuna unë jam origjinë nga Lushja, po unë i përkas gjithë shqiptarëve, çdo krajinë. A ti ke ja? A ti pas ka? Po çifra këtu dhe. Të rritë zoti, sa të të ronë? Shqive rëpë të modë ka arë me mjetë, super mjetë, 6.3. Sa? 13.700. 13.700. Kese ka? Shumë faleminderit për çdo fjalë mirë që shkruani, sinqerisht. Qa drejshin janë to më për të lesë, se më ti morë vesëm duken si ishin nërë, Po hullu më gjithë, s'ka që do më gjëmën. Po rëpë të modët, ti kemi më një peshe mu. Me gjithë punë era parë që për live këto nuk... Se nga quni mirë kjo, pëse nga kampion. A ma ke pu Coca-Colën atë? Bravo. Kolla s'kishë, të sola famë. Të kishe baruar. Se ata na një grëp të shpisë. Trujti molli zot respekt. Rëpë të modë ke pizzeria si shuqë që kjo, re? Il maestro, non e modë super, ua qa pizze më dek famidame që i karton. Florian, u lodhe qik. Ja lash më në modër, 1.000 ca lek. Po ku ka marrë si shive në rëpë, se unë jam ma fukara për vete. O, respekt, bravo të shumë, ta prunë aty Unë i direkt. mora bërë që shokë për vete. Sapet këtë dira. Ja, modë në zverën, s'di ma hapërët. Gjithë Klementit në modër support quna, support që kë ka për 100 talent i fushishëm, rëpë. Se po e bështetet ju kë ka për të morë super gjirë, rëpë. I shie modën dhe i rrë me të ranjira. Gjemal, u them gjithmonë që këto janë ato që më japin motivime dhe më japin... O, plago, rëpë shpi, mos me qenë që ta marrë shoku jem, se rëpë të shpi spikën e artë nuk e shofim. Normal për më Merë fund të shoku, rëpë. Mos mbështetje shqiptarëve të gjithë, kjo është për mu një motivime dhe një forcë që më të eci sa më lartë. Fa. I dhash i zëtë mërë plak. Tha 13.000 lek bëjmë. Habe më i derën. Habe më i derën, më shmle mu jashtë. Sa kështu, s'digja i zëtë. Do fjalë mirë që shkruani, po mundohem të lexoj këto. Shive vlla, shive. Bëne gjatë bukën e sënë edhe se TikTokut një mënë dhe TikTokut, se njëzit. Normal, Gjemal, unë hera parë që për live, se unë së kur, unë kam e veç hatri jatë, kupton se së kur live. Po e di ma Florerë, po që ma beti bënë. E di ma shoku. E di se më ti vetëm për i meje, po që më shef që tu rëpë. Pra ne po thëmë unë të një mojë gjithë qenë këto njërë se më njekin mu këtu, të supportojnë ty, se ja vlen një djali mirë. Jo, faleminderit, shumë e vlerësoj me gjithë zemër, Gjemal, sinqerisht. Ndoshta kjo nuk ishte diçka, them mund të madhe, por për mua kjo ka vlerë, kjo mbështetje që më jep ti, që më japin gjithë, kupton, e vlerësoj me gjithë zemër. Po Flori, po sa vjet ke thetin në Gjermani? Un kam gati 13 vjet mbush tani që jetoj këtu. 13 vjet, a? Po. 9 vjet ke që merresh me sport. Po. 9 vjet e kam që merrem kështu me sport, po që u fokusova tamam janë 6 vite gjysë që jam fokusu tamam 100%. Qa moshë ke? Unë jam 27 vjeç.
Po bo fiqini. Faleminderit shumë. Valla. Që e mirë, djalë i ri, po. Smash me pak fjalë. Jo, po ja kam nisa edhe pak vonë boksin, po prap kam punuar shumë dhe kam boksu në motor internacionale në çdo shtet edhe në Gjermani Me shumë. të thënë kot bo lëvizje s'ke nevojë se ke video, ta është e kot. A kupton duket e robi. Aty në çuna të gjitha mund të shikojnë, vëllai. Po. Hajde me të vish hash picën, se u ftof. A plaku nuk e di rëp të shpisë, por për momentin për shqiptarë rëp të shpisë ma mërmenj që kjo është më i fuqishmi, se s'ke kanë tjetër plak. Nuk ke se ato dy vlezit baka, si e kanë ato dhe të shpejt janë shumë. Am gjona vlla. Po, dëgjoj. Edhe ato vlezit baka që janë ato, edhe të fuqishëm janë. Po Floriani janë në burg më quna. Floriani i mirë është në burg. A pse ka ma tjeshe? A kanë fund Greqia të vlla se ka pas i qeshje. Po. Ka dalë, pas ka dalë, është shqyr. Po përse kështu di edhe unë, vëllai. Pas ka dalë, është shqyr. Kështu di edhe unë. Ma më po qefi. Tuna kemi çuna, më thon, sidomos atë në Shqipëri ka boksierë shumë të mirë. Po. Ka mundësi, kjo është problemi, nuk është mundësi e këtë gjithë edhe unë sidomos unë dhe kisha dëshirë më të madha që t'i ndihmoja çunat që të eceshin përpara botin ëndrën në realitet. Ha, mos të rinjë të më fut në shërë mu të më përne me emra, se si dion se qa pun shka kjo, o legena. Qa po shkujnë, vëllai? Po ja ma shkujnë emra kështu në pare qa jemi, po pare qa halë kjeti, qa kema, isëm varë të rëjtë. Ja ma për përnemi në emra, unë se di shkret, se nësha mos ke bënë në deshin e gjomi në njën në këto dhe kjene i natë. A të kuptu vlojnë tatë? Po. Se si di për zotin e burë. Unë me gjitha te, unë po dalë njerëz i urit zotit se do hane i picë. Edhe unë po dalë, ti faleminderit shumë fare ishte. Urit zotit të hane i picë, unë akupton se marrova në moda, do hash picë se ta hangër picë në rëpt. Se jam të sharru rëpt. Mirë po E vllai. kështu vëlla pra, po ashtu për çdo gjë të shkuj mu, për çdo ashtu e di veti, mos kërse fare. Edhe sinqerisht për djalin pozitiv që jetë vlerësoj kupton. Tryti i madh i Zot, gjithashtu vëlla me plak, rëpt shumë djalë i mirë, a kupton kampaje djalë i qetë, djalë i respektueshëm, tryti Zot i shoh sa manal të shoh. Shumë faleminderit vllai. Të rri live to, po me të hap picën live pra, u bë puna. Mirë pra Flori, da? Ai s'un po dal, vazhdo. Tryti Zoti, a di me dalë për çes?